Sindikata e transportit publik, ku janë pjesë, sindikata e trafikut urban, sindikatat e trafikut urban, edhe sindikatat e operatorëve privat, si të nësi bashkarisht, jem hi me një qëllim të vetëm që na është imponu, si kur që e dini ju, këtu e dini edhe qytetarë që është të bëhë paralajmërimi, është imponu që neve të jem në grevë. Shkaku ka qenë që furnitorët ku jemi ne furnizuar me karburant, me naftë, I kam bloku mjetet për shkak borxheve që detyrohemi sikur neve, sikur sindikatat private. Andaj, me këtë ditë, këto kohë të vështira që po përjetojmë ne, me qytetarët që nuk po kanë transport, qytetarët e Prishtinës, djes për çdo qytetar që është me të keq, sikur neve që jenim na edhe familjarët tonë. Ju lutem instancave shtetërore, sikur qeveria, sikur komuna, pavarësisht se nuk duhet të futemi neve në mes tyre. Ata që janë përgjegjës, pikërisht neve jem para komunës ku ndetyrohet komuna ndaj nesh për me shly borxhin. Në këto momente që po flasim, as dje, as sot, as kush nuk u drejtua as pej komunës në masën e punëtorëve tonë. Lutem që të dalin. Sot është afati I fundit për reflektim. Në të kundërtën, nga nesër, I gjithë segmenti rrugor do të bllokohet me të gjithë autobusat me kapacitetin që kem trafikut urban, edhe që pej mëngjesit sindikata do të organizoj protestën që mëngjes në darkë. Edhe këto nuk kanë me pas lëvizjen e lirë me funksionu, si komuna, si qeveria. Andaj, besim me shpresë se në këtë komunikat do të thirret komuna, njëkohësisht që është general për neve, edhe ministria do t'i bëjë apo I ka bëu, ato nuk I dim, nuk futim në ato. Neve komuna në helikopterët në të kërkojnë llogari për ato parë që I kanë bëu marrëveshjen me neve në të helikopterët e atje ministria do t'i përgjigjet për vendimin që ka marrë Asamblea Komunale. Andaj, los edhe herë, le të bëhet reflektimi që sot ta lëkohen mjetet, të shlyhen borxhet, gjitha borxhet që I kanë, ndaj trafikut urban, edhe operatorëve privat. Në të kundërtën, nesër gjithë punëtorët do të jem këtu me autobuset, do të mbyllen segmentet e rrugës. I njoftojmë që prej sot do të qytetarët, që këto segmentet rrugës, prej rrugës së Qykës, mbrapa teatrit, nuk ka hyrje as komuna, as qeveria për me pas me fund. Ju falenderoj juve të gjithë. Jo, për sot me një fjalë na kanë anashkalu, apo çfarë nuk them ndryshe, për kundër asaj që derisa I njoftin, I din, I shohin përpara protestuesit, do të del dikush prapë të sqaroj. Skanar mjetet, nuk I besoj më mjetet komunikative që thojnë përmes faqes internetit. Zyrtarisht do të del, pa marrë parasysh a del kryetaria, në kryetaria dikush, a unë ministria. Porët është borxhi, është drejt e ministrisë mi aloku mjetet që ministria e ka lyp vendimin, është bo vendimi. Nëse ka reflektuar ministria në del komuna të reflekton edhe të thot I ka po apo si ka bo, të reflektoj komuna në këto, në përgjigjet. Është raportuar që mjetet ministria I ka aloku, do të thotë a keni marrë ju ndonjë përgjigje për ministrisë? Këto janë informata jo zyrtare që ministria I ka aloku porët. Në informata zyrtare do të del edhe ministri të raportoj me atë që I ka aloku porët. Edhe kryetari e ndjen përgjegjësinë me dalën me aloku me thonë po apo jo si janë mjetet. Faleminderit për juve. Andaj ju ftojmë që greva nesër vazhdon me radikalizim. Gjithë punëtorët, sikur sektori privat, sikur sektori publik do të dalim me autobuset, do të bllokojmë në dy koje qarkullim s'ka me pas. Ju lutem për mirëkuptim çdo qytetar. Faleminderit. Nëse nuk reflektohet sot, kjo është nesër. Veprimet do t'i bëjmë përbashkëta, së bashku dhe pajtojmë gjithë ato që tha kryetari I sindikatës, është dita e 9 e protestës, fatkeqësisht. Fatkeqësisht udhëtari edhe qytetari Prishtinës po vuajnë njëjtë sikur ne, kështu që bëjmë thirrje te qeveria dhe te komuna se të reflektoj dhe mbrana ditës sotit të alokojmë mjetet te komuna dhe komunat e ne, për ndryshe mënyra e protestës do të ndryshojnë nga nesër.